Haleluja. Shalom, shalom të gjithë shenjtorët që po e ndjekin, kudo që po më shikon, lavdia të Tolgjes Pai nga Zeri Mesias, sërish për të sensibilizuar zemrat tona në drejtsinë e shkrimit, në lajmin e mirë të mbretërisë, lavdiatit për çdo aspekt që na përket për ecjen tonë. Nëse po më ndjek dhe nuk kupton për çfarë po flitet, ky është lajmi i mirë i mbretërisë për jetën tënde, për jetën e përjetshme, që ti mund ta marrësh duke u penduar nga mëkatet dhe duke ardhur në besim, me zemër të plotë ndaj Mesias, ndaj Krishtit. Kështu do jesh pjesë e asaj mbretërisë që po vjen. Ati nuk e ka lënë njeriu pa shpresë, jo çfarë dëgjon, jo çfarë po përjeton në jetën tënde, gjërat që janë mbyllur nuk shkojnë, sepse ne kemi të bëjmë me Krijuesin, me Zotin, me ai që ka krijuar njeriu në shëmbullturën e tij, që ti të marrësh atë pavdekshmëri, duke besuar tek Krishti, duke besuar tek ai dhe fillon një rrugë masandaj që ecën duke shikuar Biblën në urdhrimet e tij dhe kështu gëzon ti për jetën tënde të përjetshme që po vjen dhe familjen tënde. Kjo është zemra ime, nëse nuk më njeh, të një ati dhe ai e di çfarë po përjeton, por kërkon që neve të lejmë rrugët tona, të lejmë mëkatin, shkeljet e atij ligjit të përsosur që ka vendosur për të përjetshëm, që ti mund të marrësh jetën e përjetshme dhe familja jote. Nuk të shëron njeriu, nuk të shërojnë situatat, nuk të plotëson dhe të kënaq masandaj leku apo gjëra të tjera që janë vetëm temporane, janë vetëm të përkohshme. Ka një jetë të përjetshme që Krijuesi që tokën që ka vendosur çdo hapësirë të mirë dhe ka vendosur mbretërinë e tij, por njeriu e ka njollosur me anë të mëkatit dhe masandaj hyri vdekja, por një person e mposhti atë vdekje, dhe është Mesia Krishti, lavdiati që ai që erdhi për faljen e mëkateve tënde. Ti mund ta marrësh me një zemër të përulur dhe kështu gëzon jetën e përjetshme. Gëzon jetën e përjetshme që po vjen dhe njeriu masandaj do qëndrojë në praninë e tij, sepse Ati, si thash, nuk e ka lënë njeriu pa shpresë, të rrojë deri në sa, deri në 80 apo në 100 apo në 110 apo Ati ka lënë, Zoti kur thejmë, e ka lënë njeriu që të ketë një marrëdhënie, e krijovi dhe i ka dhënë një lajm të mirë që po vjen. Dhe ti mund ta marrësh. Është evidenca, është karakteri i tij, është çdo mirësi që Krijuesi Zoti jep për njeriu për ta shpëtuar. Lavdi emrit të tij. Mund të më kontaktosh personalisht në Messenger ose mund të bësh një koment në YouTube ku po e ndjek, që ti të gëzosh atë jetë të përjetshme. Ti dhe familja masandaj që ti do t'i inkurajosh, secili prej nesh ka një zgjidhje të lirë, vullneti i lirë, që neve kur ngrihemi në mëngjes vendosim çfarë do bëjmë. Bëjmë përgatitje për punën tonë, bëjmë përgatitje për planet tona ku do vejmë, çfarë do bëjmë. Unë të inkurajoj të bësh përgatitje për jetën e përjetshme. Në zemrën tënde, sot të marrësh lajmin e mirë të shpëtimit tënd, duke shkuar përpara Atit. Në këtë moment kam mëkatuar kundra teje, të lutem të më falësh sepse jam mëkatar, siç kemi qenë të tërë ne, kemi thyer ligjin e përsosur të tij, kemi vjedhur gënjyer, shkuar para jashtë martese, kemi marrë emrin e blasfemuar emrin e tij dhe çdo gjë të tjerë që neve kemi bërë kundra Krijuesit që duhet t'japim llogari. Në atë moment që ti vendos të kthehesh nga ato rrugët 180 gradë dhe nuk do t'i bësh me në të mirën tënde të mundshme, masandaj Ati do të ndihmojë dhe beson në zemrën tënde plotësisht për shpëtimin tënd që ai, Mesia Krishti, u ringjall në ditën e tretë, siç ai u ringjall, do të ngjallë edhe ty në ditën e fundit kur ai të vijë dhe do vendosi mbretërinë e tij. Dhe nuk ka me sistemi që shikojmë sot, apo mbretëria, apo presidenta, apo struktura, apo shoqërisë, të tëra këto ligësi dhe korrupsion që shikojmë sot. Mbreti lavdisë, Mesia Jashua, që themi si Jezu Krishti, ai do vendosi mbretërinë e tij për një vit dhe për jetë masandaj, për të ushqyer njeriu, për ta drejtuar dhe për të dhënë jetën e përjetshme. Unë të inkurajoj ta marrësh në zemrën tënde për jetën tënde. Është një lajm i mirë. Nuk, siç thash, të mendosh që po nuk ka shpresë, po ja, ne do jetojmë këto vite dhe
ne do jetojmë nga kjo anë, sepse njeriu është e caktuar një herë të vdesë, por mas andaj do vi gjykimi që do qëndrojmë përpara Krijuesit për gjërat që kemi bërë, kemi thënë, edhe shumë morali tënd dhe ndërgjegjja tënde dëshmon që ke bërë gjëra jo të mira, dhe ato gjërat jo të mira nuk fshihen në këtë rast me gjërat e mira që mund të kesh bërë. Sepse kur shkon tek gjykati, ai gjykatësi thotë, ke shkelu ligjin, po tale sepse ndihmova këtë, bëra këto gjërat e mira, shumë mirë thotë ajo, ato gjërat e mira vazhdo t'i bësh, por unë nuk po të gjykoj për gjërat e mira. Unë jam këtu për të të gjykuar për shkeljet e ligjit që ke bërë. Dhe për ato ne gjykohemi. Prandaj unë nuk dua që ti të gjykohesh, të shkosh në liçen e zjarrit, por dua që të marrësh jetën e përjetshme, të marrësh atë pavdekshmërinë që e merr me anë të besimit në zemrën tënde, dhe masandaj ke dëshmi dhe fillon të shikosh Krijuesin në këtë rast, letrën e dashurisë, manualin e jetës. Çfarë do të bëj që unë masandaj ti përqej dhe të më japin atë ditë jetën e përjetshme. Haleluja. Lavdi emrit të Tia, për ne të beslidhjes, nëse ke një zemër apo secili për nesh, kanali toni ministrisë Zëri Mesias ndodhet në YouTube, ku mund të na shkruash për disa video, për mësimin, pajisjen tënde, dhe lavdi emrit të Tia për çdo mundësi që ke parë dhe jam munduar dhe më vazhdoj të mundohem të mbjell fjalën e përsosur të Atit në zemrat tona për atë shpëtim që është në gjendje të na shpëtojë shpirtrat tana. Jakobi e thotë shumë qartë dhe konteksti është në vargu 25, kush është ajo fjalë? Janë urdhërimet e Tija të përsosura, që masandaj ne mund të kemi mbarësi, lavdi emrit të Tija. Do vazhdojmë me pjesën e dytë. Do vazhdojmë me pjesën e dytë të mësimit që bëm dje. Sot është akoma vazhdon festat e Tija. Është festa sa po mbarovi festa e javës, që është sabati, por sot kemi është dita e 4. Janë 7 ditë të festave të çadrave, festa tabernakuve që Mesia praktikoi, apostujt praktikuan, Ati masandaj na këshillon secilit prej nesh që të nderojmë dhe çdo gjë që neve bëjmë dhe festat e Tija, urdhrimet e Tija të përsosura, të mira, të drejta, të veçuara janë për të nderuar Atin, janë për të pastruar nga mëkatet, janë për të veçuar, na veçojnë nga praktikat pagane të kombeve. Dhe kur unë dëgjoj lajmi mirë, unë po predikoj këtë, po bëj atë, cili është lajmi mirë? Lajmi mirë i mbretërisë është që ti dhe unë më përpara e kishim shkelur atë ligj që nxjerr pa mëkatin, apo jo? Dhe paga mëkatit është vdekja. Masandaj ne thamë që besoj që ai u ringjall në ditën e tretë dhe ma ka dhënë atë kur e priv Zotin Jashuan Mesian që unë të falem për mëkatet e mia. Okej, vullosëm me frymën e shenjtë të premtimit, gjë që ajo vullosja e di vetëm Ati kush është vullosur. Por gjatë kohës ç'a ndodh në këtë rast me besimtarin? Ti s'ke nevojë në këtë rast të dish të kesh njohuri, të nxirret në pa mëkati që e bën vetëm ai ligj, që tha Pali, më nuk e dija mëkatin vetë se me anë të ligjit. Masandaj thuhet besimtarve, të ligj ti nuk ke nevojë, sepse kështu na kanë mësuar neve, dhe ti nuk ke nevojë që ta praktikosh urdhrimet, festat biblike që ai ligj përmban, është karakteri i Atit, por s'ke nevojë ti, sepse tani të themi neve çfarë do bësh. Këto janë disa mësime, teologji të rreme, doktrina demonike që kanë qenë për vite, dhe ne nuk duam të përballemi me të vërtetën, karakterin e Atit që është urdhrimet, ligji i tij është dritë, thot fjalë të urta 6:23, ta ruajmë si bebja e syve tonë, fjalë të urta 7:2. Të gjitha këto gjëra që po citoj dhe ka me qindra vargje të tjera, sot neve nuk i marrim parasysh, sepse ti ke shkuar dhe ke mësuar disa gjëra, dhe na është ofruar të tërve për të shkuar dhe për të mësuar, por të vikoha që neve në këtë rast të shikojmë shkrimin për veten tonë, që ai shkrim asandaj është ligji dhe profetët me qofra fjala dhe nuk është që në Mateu deri tek zbulesa. Unë lutem Atit kur shkrimi thotë që karakteri i Atit është i përsosur, ligji i tij është i përsosur, festat e tija janë të përsosura, që ne të nderojmë Atin dhe kur ne nderojmë Atin, ai na nderon neve kur të vijë biri i tij për na ringjallur, si premtimi i beslidhjes së re që është ringjallja. Por të thuash që unë po ungjillizoj pa udhësinë dhe i them si katolikët, hajde këtu, beso,
Dhe pasaj nuk është nevoja të mbash disa gjëra, sepse do të mësojmë neve si të trajnohet, çfarë do të bësh, ja, do përdorim thënjet popullore për të për të dishiplizuar. Dil nga errësira me gjithë dashurinë për uljen. Çan ato gjëra që më dërgon. Çan ato gjëra të tilla, pikon çatia që ka pikuar me kohë, mëkati e shkelja e ligjit. Kjo është çatia që pikon. Ai person ka nevojë që t'i thuhet shkrimi, urdhërimet, ai besimtar që vjen, siç bën apostujt në Veprat 15. Por këto gjëra neve nuk duam t'i prekim, se pasandaj bindemi dhe duam të mbajmë teologjitë dhe filozofitë tona. Në Veprat 15 shkrimi thot hapurazi që u këshilluan të mbanin 4 gjërat e nevojshme fillimisht, sepse Mojsiu kishte akoma njerëz që predikonin atë çdo sabat, jo ditën e diellit, çdo sabat në sinagogë dhe do mësonin urdhrimet e tjera. Prandaj Mojsiu, urdhrimet, ligji që i dha Mojsiut, predikoheshe që të mësonin gjërat e tjera, rafinimin, dishiplizimin. Ne i marrim ato shkrime dhe masandaj i futim brenda në atë thesin tonë dhe e mbyllim dhe e lëmë njanë. Veprat 21, mira judej besuan tek Mesia dhe ishin me zell ndaj ligjit. Ishin me zell ndaj ligjit. Dhe Jakovi e thotë për dëshminë që kishte bisedën me Shauli, me Palin. Dhe tregon masandaj që Pali që mësonte ligjin, mësonte rreth prerjen dhe urdhrimet e Atit, në kontekstin balancën e lajmit të mirë, që Pali ishte duke dishiplizuar dhe duke rafinuar, duke drejtuar kishat nëpërmjet të urdhrimeve dhe ligjit të Atit, që ai dëshmon në vargu 23, që ishte bindës ndaj ligjit. Dhe kemi Ananianë në Veprat 22, që ishte një njeri devotshëm sipas ligjit. Por këto fjalë kyçe, këto përkufizime që t'japim kuptueshmëri fjalëve dhe detajet që një besimtar ka nevojë në jetën e tij të përditshme që t'i praktikojë, që të nderojë Atin, të gëzojë jetën e përjetshme, këto gjëra sot neve nuk i marrim parasysh, nuk i predikojmë. Dalim me filozofitë tona, me shkollat demonike që gjëja e parë që thonë ligji është hequr. Çan këto marrëzi që akoma vazhdojmë të ndjekim në vende të tilla me fenë e antikrishtit, me fenë e paqes, të ndërton strukturat e ishtar në Shqipëri dhe përtej, do ndjekim njerëz të tillë? Kur të ndjekim Atin, të nderojmë çfarë thotë shkrimi, festat e tija, kohët e caktuara të tija, që ka vendosur për të mirën tonë, që janë jetë, thotë shkrimi, nuk është një fjalë do si do. Fjalët e jetës tha vetë Stefani në Veprat 7:38. Ta mbajmë lartë fjalën e jetës ta Pali në Filipianëve 2. Fjalën e besimit ta mbajmë fort. Këto gjëra ne nuk do t'ja dim fare. Masandaj dalim me filozofitë tona. Më vjen keq, po gjëra do predikohen sepse gudulisja largohen. Sepse ato gudulisja janë larguar me vite, se kur pashë që ligji i tij është dritë, pas kam ecur në paudhësi, pas kam qenë në errësirë, dhe lutem që ndonjëri të dali për jush, për lavditë të tija. Për lavditë të tija, sepse ka disa farisej në Shqipëri që rezistojnë me qafë të fortë të frymën e shenjtë, jo vetëm në Shqipëri, po janë dhe jashtë. Nuk flas për zemrat, për ju vëllezër motra që jeni të përulur, doni të mësoni. Flas kur vllai shikon këtë tonin të tillë, sepse ka farisej që kanë vendosur pozicionet e tyre në Shqipëri dhe nuk duan masandaj se kanë lidhur veten e tyre në përposhtë tronat e tyre dhe mandaj mbajnë festat pagane. Ç'lidhje kemi ne me Janusin, me hynia me 2 koka që adhuroheshe në Romë nga ushtarë romakë, janari. Ç'lidhje kemi ne me festën e moralitetit të Valentinit? Që ishin sakrifica që bëheshin dhe ngjyeshin kamzhikët e burrave gjysmë të zhveshur dhe shkonin masandaj godisnin femrat e zhveshura për të bërë fertilitetin dhe orgjitë e tyre në 14 shkurt. Fjala shkurt të tëra këto janë emra planetesh dhe emperorësh që kishin katolikët ortodoksë që i dhan këto festa dhe i futën sepse praktikoheshin nga kombet dhe i futën brenda. Dhe anulluan masandaj sabatin e quan të dielën, anulluan pashkën e quan të dielën, sepse emperori Konstantini ishte adhurues i diellit, bashkë siç ata i ke sot me Kuraksin që mbajnë adhurimin e diellit dhe ti vazhdon të ndjekësh ata. Unë lutem Atit për disa nga ne që akoma kanë, lutem Atit për ty vlla që e ri apo nuk e di, largohu, bëju urtë prej këtyre gjërave që nuk janë biblike, nuk janë shkruar, nuk ka asnjë lloj urdhërimi për të bërë gjëra të tilla.
Ti do ta shikosh vetë, më thuaj një fjalë specifike që duhet ngritur pema në filan datë, masandaj ti vem këto, ti vem ato, më thuaj ti për gjërat në 14 shkurt, më thuaj ti për çikë ukë me maja dhe masandaj merr drejt darkë. Ishte Pashka që Mesia praktikovi në Luka 22 dhe tha shkoni theni change, se change duhet therrur në vargu 7. Pastori sot nuk lexon shkrimin e tij dhe është i predispozuar me ato perceptimet e tij që kanë vënë në për shkollat e rreme, që nuk do t'ia dinë për doktrinën e shëndoshë. Nuk e lexojmë shkrimin për vete. Mëkati është shkelja e ligjit. Ktu pikon çatia dikujt. Kur di që mëkati për kufizimi biblik është shkelja e ligjit, atëherë do të di ky ligj i përsosur, karakteri i atit, cili është që unë të mos më katoj, që të marr jetën e përjetshme dhe kështu po nderoj atin tim. Do të nderosh njerëzit? Ata njerëzit po të çojnë në ferr, po të çojnë në liçen e zjarrit. Gjëra do predikohen që ne të dalim. Zbulesa 2 dhe 3 ka disa çështje që vjen Mesia dhe thot, adreson masandaj çështjet e zemrës që ai beri. Sot pastori nuk e di që Mesia ishte kryeprifti i përsosur që ati dërgovi për ne për faljen e mëkateve. Çfarë detyre ka kryeprifti të bëjë, të mësojë? Ka detyrë një kryeprift të mësojë ligjin e përsosur për të ndarë çështjet në asamble. E bën me anë të urdhrimeve ligjit të përsosur të atit për gjërat e thotë vetë ligji për të ri 17. Atë predikoi Mesia, sepse një kryeprift dhe një profet që janë priftërinë të jetën kohë. Mësojnë ligjin e atit. Shikon Ezra restaurovi zemrat e popullit. Me anë të ligjit, njerëzit qanin. Për ato gjëra do t'i shikojnë dhe më vonë. Shikon restaurimin e zemrave që Elia beri në kohët e tij në malin Karmel, sepse kishin shkuar mbas balëve dhe ati tregoi fuqinë e tij që të ktheheshin ndaj urdhrimeve të atit, sepse ta tregon vargu 18 në para mbretërve 18. Ju keni lënë urdhrimet e atit për balët tuaj, tha Elia, i tha Shabit. Kur le urdhrimet ligjin e atit, shkon mbas valve, mbas frymrave, gënjeshtare të fallit, të denominacioneve që kanë zaptuar. Dhe më vjen keq se pasandaj pa i vllai është që kjo ashpër. Kjo ashpër? Po ku të vi Mesia, sa i ashpër do jetë me disa? A ju liçeni zjarrit, sa i ashpër mund të jetë? Kur ne vazhdojmë të shkelim ligjin me dije, pasandaj çfarë mbetet? Nuk ta thotë Hebrejt 10? Që konteksti atij është fillon me mëkatin që është shkelja e ligjit, kur vazhdon ta shkelësh ligjin dhe është me dashje thot. Masandaj çfarë ngelet? Ai, lutem atit, theu në të vërtetën, nëse të ka ngelur akoma një zemër për atin dhe birin e tij të vërtetë, dhe jo gjërat pagane dhe Mesian Krishtin katolik ortodoks që të ka hequr çdo gjë. Është marrëzi të mendosh që biri i tij erdhi të heqte ligjin? Karakterin e atit? Me çfarë do dishiplizohet njeriu sot, besimtari? Me denominacionet, me filozofitë e njerëzve? Me ato do shkojmë? Marrim një gjë të pjeshme dhe masandaj ndërtojmë çatiti që pikon? Ai. Gjithsesi, lavdi emrit të tij, i bekuar je ti o Jahve, Zoti ynë, mbreti i universit, që na ke shenjtëruar, veçuar me anë të fjalës tënde, me urdhrimet e tua, me ligjin tënd për të dëgjuar thirrjen e burisë së shofarit tënd. Na ke dhënë jetë dhe na ke mbështetur dhe na ke sjellë në stinën tënde, në festat tënde të caktuara, lavdi emrit tënd, në emër të Jashua sot. Atë mbreti ynë, ne shpallim mbretërinë tënde sot, urdhrimet tënde, që përcaktojnë karakterin tënd, këtu në tokë, ashtu siç është në qiell, ku ti feston tani o ati im përpara birit tënd dhe së bashku me engjëjt tënd, ku je ulur në fronin tënd, i lartësuar dhe i madhështuar. Të falenderoj o atë, mbreti ynë, Zoti ynë, që na ke dhënë rrugën e shpëtimit nëpërmjet Mesias Jashuas, kryepriftit tonë, Zotit tonë për faljen e mëkateve, lavdi emrit tënd. Në ditën tënde, çdo gjuhë do të përulet dhe çdo gjuhë do të rrëfejë. Dhe se Mesia Jashua Krishti është mbreti i mbretërve, në atë ditë ku do të ringjallësh të vdekur në kthimin e tij, dhe ata që janë të gjallë të bashkohen me të në qiell, siç ti ke thënë. Ligji tënd masandaj do dali nga Sioni, lavdi emrit tënd, nga qyteti, nga mbretëria tënde, siç deklarove nga shërbëtori tënd, profeti Jeshaja dhe nga Jezekeli, që ti the që do na jep
në atë ditë në ringjalljen, do na japësh një zemër të re, do të shtiesh brenda nesh një frym të re, do të heqësh mishin tonë, zemrën prej guri, dhe do na japësh një zemër prej mishi. Ti the që do ve brenda jush në atë ditë frymën time, dhe do të bëj që ju të ecni sipas statuteve të mia, dhe do të respektoni dhe të zbatoni në praktikë dekretet e mia. Lavdi emrit tënd, sepse i ke vendosur për jetë, siç tha Davidi. Për jetë i ke vendosur. Në atë ditë të ringjalljes o ati im, ti the se do të shtije ligjin tim, the, në mendjet e tyre, do të shkruaj mbi zemrat e tyre, dhe unë do të jem Jahu i tyre dhe ata do të jenë populli im. Lavdi emrit tënd. Sot o ati im, lutem atë të mos na dërgosh të ikim duart bosh nga prania jote. Lutem atë që kjo fjalë të preke dhe të theri zemrat në emër të Jashuas për kthimin e popullit tënd, zemrat e tyre ndaj urdhërimeve tënde në emër të Jashuas o atë. Lutem atë, shpëtimtar tonë. Lavdi emrit të Tij. Haleluja. Lavdi emrit tënd. Kur mblidhet asambleja, i bjet boria, i bjet shofari, i bjet boria. Është një statut i përjetshëm për ju që thjesht po japin fjalën, mos andaj realizimi na takon neve secilit. Kur mblidhet asambleja, i bjet shofarit, i bjet buria, është një statut i përjetshëm. Çfarë do thotë? Është një ligj i përjetshëm, është një dekret i përjetshëm, nuk ndryshon. Fjala e përjetshëm kuptoje sa më përpara që nuk është e përkohshme, nuk ikte për një farë kohe. Nuk janë festat e atit për një kohë të caktuar, për një periudhë të caktuar. Janë të përjetshme. Levitiku 23, shikoj të 9 festat e tia, janë të përjetshme. Për ju thot dhe trashëgimtarët tuaj, lavdi emrit të Tij. Dhe e bëjmë ku në ditët tona të gëzimit, festa e atit, tabernaku çadrat është një festë gëzimi. Ndoshta ke parë, të inkurajosh, shikoj mësimin që bëjmë live, ndje. Lavdi emrit të Tij do kuptosh shumë aspekte dhe unë lutem atë që të marrin vendimarrjen e duhur. I bie të burisë në festat tona të caktuara, sapo mbaroj sabatin në perëndimin tuaj në Shqipëri. Është festa çdo fundjavë. Dhe në fillim të muajve të parë do t'i bini borive, lavdi emrit të Tij. Dhe çfarë? Ato renja, urdhrimet të Atit do na bëjnë që të kujtohemi përpara Zotit Elohim në këtë rast, Zotit tuaj, lavdi emrit të Tij. Unë jam Jahve, Zoti juaj. Çdo gjë që neve bëjmë është kujtim përpara Atit. Është memorie, siç ishte për Korneliun apo gjërat e tjera në jetën tonë që ne kemi një dëshmi, akumulohet përpara fronit të Tij, përpara fronit të Tij dhe në tempullin e Tij që Mesia po administron për faljen e mëkateve tona, për ato shkelje të ligjit që akoma neve bëjmë, nuk duhet i bëjmë, po të thuash ta hequn fare ligjin, nuk do t'ia di sepse të ka gënjur dikush. Neve botës jashtë i themi pendohu apo jo, pendohu nga shkeljet e ligjit që përbëjnë mëkatin. Mos andaj, kur vjen ai në beslidhje, nuk është me nevoja të pendohet, sepse ligji është hequr. Gjërat bazë për një pastor, themelet, shëndosha. Le të vazhdojmë. Krimi thotë dhe Shaul, që kishte emrin e tij të vërtet, mund ta shikosh në Veprat 26, që vetë Mesia i foli në gjuhën hebre. Shaul i tha, nuk i tha pal. Shauli në këtë rast, vetë apostulli tha Timoteos, që ishte me baba grek, po të përbej përpara Elohim Atit dhe Zotit Jashua Mesias, që ka për të gjykuar të gjallët dhe të vdekurit, në dukjen e Tij dhe në mbretërinë e Tij. Tari tha, prediko fjalën, ngul këmbë me kohë dhe pa kohë, kritiko dhe qorto, këshillo me çdo durim edhe doktrinë. Sepse thot do vi koha kur njerëzit nuk do durojnë doktrinë shëndoshë. Cila është doktrina shëndoshë? Cila është kjo doktrinë që ai duhet të ngulmonte, të këshillonte, të qortonte ndonjëherë ku ishte nevoja, sepse kishte dashuri për të tjerët, pavarësisht se të tjerë nuk e shikojnë. Prediko doktrinën, fjalën e shëndoshë. Ishte ligji për sosuar, i shkrimi që thotë në e dyta e Timoteut, pak më përpara tha në kapitulli 3. Shkrimi që Mesia thotë është ligji dhe profetët. Që ta thotë në Mateu 5:17, që ai nuk erdhi për ta hequr, ndërkohë neve themi është hequr. Ja po ndjek vlla, ti që po drejton atë mbledhje
ke po ndjek, Mesia thotë nuk është hequr, ti thua, jo, më tha i tjetri, kur bera shkollën, ata më thanë është hequr. Të futën filozofi të t'i shtrembruan shkrimi një këtu, një atje, një këtu, ja shikon, ta krijuan masandaj kullën, si që krijovi Satani kullën e Evës në kopshtin e Denit. Ma vërtet tha, vërtet shu ka thënë ai. Dhe neve, po vërtet e ka dashur të thotë atë? Jo, po nuk ka dashur. Me dhe se unë e lexoj, por ai vërtet, realisht ai ka dashur të thotë diçka tjetër. Dhe kështu ta kanë krijuar në për ato doktrinat e reme. Ndiq Mesia në vërtetë, ka një doktrinë të shëndoshë, kryeprifti përsosur, Mesia, Zoti Jashua Mesia, predikoi në Izrael. E ishte ligji përsosur që ka për detyrë një kryeprift të mësoj popullit. Këto janë disa themele që masandaj duhet t'i mësojmë, por neve marrim vetëm, ja, po ai është Zoti tonë, kaq. Ç'di pastori, ai është Zoti tonë. Ai është kryeprifti tonë, është Zoti tonë që ati dha të titull Zot, e beri gjykatës, fjala Zot do thotë sundues, gjykatës, mbikëqyrës. Dhe ai çfarë thotë pak më përpara? Ai do na gjykojë të gjallit dhe të vdekurit. Dhe zyra e tij që ati dha. Kryeprifti gjykonte çështjet e popullit. Do gjykoj çështjet tona kryeprifti përsosur Mesia Jashua, sepse këto struktura ishin në ligjin e përsosur të lirisë. Ato strukturat e kryepriftit dhe çfarë do të bente. Prandaj përmenda në mësimin e parë çfarë ndodhte për punën e pagëzimit të Mesias, përse u bë, çfarë ishte lidhur zyra e tij që një kryeprift merrte dhe masandaj sepse ishte thënë nga ligji që mori profeti Moshe, e mori Aronin dhe pagëzoi. Në njëjtën gjë profeti Gjon Pagëzori e mori dhe e pagëzoi kryepriftin, siç ndodhi në Numrat 8, mos gaboj. No, Levitiku 8. Që Mojsiu e mori, Aroni e pagëzoi në të njëjtën gjë. Përse? Sepse ishte fillimi i zyrës së kryepriftit për faljen e mëkateve ndërmjetësuesi që ishte kryeprifti. Ajo struktura e ligjit nuk ka ndryshuar. Është e njëjta, nuk ka një tempull në tokë, është një tempull në qiell. Prandaj tempulli në tokë në atë kohë u ndërtua sipas parametrave dhe përmasave eksakte që u tregua nga qielli, sepse është një tempull ku Mesia tani është një qiell. Është një tempull aty në qiell që ai administron dhe ndërmjetëson për neve për shkeljet e atij ligjit. Po ligji është hequr, atëherë ti s'po makaton. Ti e pas ka arritur, vlla motër, që ti qenë në rregull atëherë. Ne që po ngulmojmë në ligjin e përsosur të lirisë, që të kemi mbarësi dhe të na japi jetën e përjetshme, ti e pas ka arritur. Wow, na trego këtë rrugë kaq të shpejtë që të mësojmë dhe neve. Doktrina e shëndoshë është karakteri i atit, mendja e shëndoshë. Vetë fjalët i ke menduar ndonjëherë përse thuhet i shëndoshë. Një person që është i toksikuar, i dehur, nuk ka mendjen e shëndoshë. Dhe kështu janë toksikuar dhe ndehur njerëzit sot me mësime të rreme. Doktrina e shëndoshë. Ja ku e ke doktrinë e shëndoshë përpara teje, që është ligji i mirë, që është i mirë. Dhe vetë apostulli Shaul tha, ne e dim, tha, ne kemi njohuri, ne kemi urtësinë e kohës. Duke ditur që ligji nuk është vend për të drejtin. Kush është i drejti? Drejti që ecën drejt me atin. Nuk është i drejti, unë besova, unë jam i drejtë. Ajo drejtësia e imponuar që sot e marrin me njerë disa denominacionet e njeriut. Ç'lidhje ka me faljen e mëkateve që ndodhi u largua ufshinë? Ka të bëjë mbasi neve erdhëm masandaj çfarë bëjnë? Këto janë mësime që unë po flas. Për lajmin e mirë, për mbretërinë që po vjen, jo për lajmin e mirë që predikohet botës jashtë. Pendohu beso, ai është lajmi i mirë për ata jashtë. Për ne që jemi në beslidhje, ka një lajm të mirë akoma. Por ç'a ndodh që neve themi njëri shpëtuar për jetë. Unë ec në shkeljen e ligjit, vazhdoj, s'ka gjë, unë jam i shpëtuar tani. Unë vazhdoj të mëkatoj, unë do gëzoj jetën e përjetshme. Pra, unë do ringjallem, do ringjallem përpara shtrëngimit të madh dhe më heq atë. E do ndodhi kjo gjë misterioze që shkrimi nuk ka evidencë për ato gjëra. Mateu 24 ka plot evidenca që thotë, "Thirrni mbas atyre ditëve." Atyre ditëve. Ka disa ditë që ti shikoj në vargun 19-20 në Mateu 24. Do kuptosh kush janë ato ditë që do vi mbas atyre ditëve. Nesër.
Ligji përsosur i mirë ngrihet kundra çdo shkelje. Kundra çdo shkelje. Ja ku e ke në ekran. Kjo është më se e logjikshme nga ana e ndërgjegjës që nuk është plakosur akoma për disa. Ligji është i mirë dhe është vendosur për çdo gjë tjetër që bie në kundërshtim me doktrinën e shëndoshës, sepse ligji i mirë është i shëndoshës, doktrina e shëndoshë. Prandaj thoshte vetë dhe apostulli Shaul thoshte që do vi koha që nuk do të adhurojnë me ligjin, do të heqin, thoshte, doktrinën e shëndosh, karakterin e Atit. Dhe sipas endjeve të veta do ngumbullojnë masandaj mësues për të gudulisur veshët e tyre, do t'i largojnë veshët nga e vërteta dhe do t'i çojnë drejt prallave. E vërteta, ligji ti është i vërtetë, urdhrimet e tij janë të vërteta, është Ati tonë, Zoti tonë i vërtetë. Mesia tha, unë jam udha e vërteta dhe jeta. Çfarë po thoshte në atë shkrim? Unë jam udha për të shkuar tek Ati. Duhet të besoni tek mua që unë u ringjalla dhe t'ju jap unë masandaj atë autoritetin që më ka dhënë Ati dhe do t'ju ringjall në atë ditën e fundit më ka dhënë mua. Unë jam udha, nëpërmjet meje mund të shkosh tek Ati për faljen e mëkateve që ke nevojë, tha, për pastrimin. Pastaj unë jam e vërteta, unë do të mësoj të vërteta dhe mësovi lavdimrit të tij në Izrael, mësovi ligjin e vërtetë, urdhrimet e Atit, si të rafinohesh, të disiplinizohesh, të rritesh e frymërisht populli i tij, që masandaj thot të marrë jetën e përjetshme dhe e tha në Mateu 19:17, zbato ligjin, urdhrimet e Atit dhe do të jetosh. Dhe thot edhe Luka 10, të njëjtën gjë. Fole drejt, vazhdo kështu dhe do të jetosh, se po foli për ligjin, foli për urdhrime. Sa gjëra janë lënë me njanë, në jetën tënde, kur unë shikoja vite më përpara, thosha, sa gjëra të tjera më kanë gënjur. Por vjen një moment që masandaj Ati flet nëpërmjet endrave, siç po i thështa vllai, masandaj, hap ato kyçet, hap fryert e vogla që nuk janë të vogla, masandaj vjen në njohurinë e tij të përsosur për lavditë të tij dhe shikon që dalë sepse Mesia predikoi urdhrimet ligjin e Atit, unë do të ndjek atë. Pse po ndjek njerëz? Sepse ai nuk po e ndjek, do ndjek unë njerëz të tillë. Dhe tregovi Ati ata të verbrit masandaj më përpara, që drejtonte i verbrit, drejtonte të verbrin dhe ran brenda në shkallën poshtë në grop aty në errësirë dhe u mbyll dera, thash. Okay, tani e kuptova, thash. Dhe masandaj vazhdonte të fliste. Unë lutem Ati të jesh alert, një gjë dua të them. Në jetën tënde, në momentet kyçe ku ke për të vendosur, Ati është besnik, do të flasi shumë qartë për disa gjëra, sidomos nëpërmjet endrave. Do të flasi, do dërgoj njerëz, po, dërgon me fjalën, siç po dërgon tani, po, por në momentet kyçe për të vendosur në jetën tënde, për çfarë do vesh, për të ecur në rrugët urdhrimet e tij, për të qenë mirë me Atin, në atë nderin e bestidhjes që na ka dhënë. Ati do të flasi, qëndro alert, nëse nuk i kupton, fol me dikë që ka kuptueshmëri të urdhrimeve, ka kuptueshmëri dallim frymëror. Për sot, çfarë kemi dallim frymëror? Çfarë tha Isaia 8? Isaia 8, vargu 19, flet për frymrat e fallit, frymrat e magjisë, frymrat e vdekjes. Pasandaj thot, përmbauni ligjit dhe këshillës. Se nëse njeri nuk flet sipas saj fjale, është sepse nuk ka dritën në të. Nuk ishte dritë, thot në vargu 19, ishin ato frymrat e errësirës që nuk ishte dritë. Por thot ti çfarë do të bësh? Përmbau ligjit dhe dëshmisë. Dhe duke bërë kështu ke dritë, sepse fjalët e urtë 6:23 thot ligji është dritë. Urdhrimi është një llambë, ligji është dritë. Lavdimit të tij. Ajo fjala që është llambë në këmbën tonë, është dritë në shtegun tonë, kush është në Psalmin 119? Është ligji përsosur që luma ai që ecën pa njollë, sepse çfarë ecën në ligjin e tij. Që në vargu 1. Ja, do ta kem këtu ja afër. Po. Do ta kem këtu afër. Nuk e di nga më shkoj, por ishte diku këtu ja. Ku flet në Psalmi 119. Ja, mund ta hedhim thjesht shpejt për lavditë të tij. Dhe kur flasim asaj pa njolla, pa të metë, me shkopin që duhet të ketë, thotë mbikëqyrësi, pastori që themi thot që duhet të ketë në repertorin e tij, në karakterin e tij, si të eci, pa njollë,
Përpara atit, duhet që të eci me diçka. Duhet të eci me diçka. Okej. Ja ku e ke përpara, është me të kuqe, po më shmirë në njërë bëjmë dhe me të kuqe sepse duhet të vija, sepse në ato kohë jemi, janë kohët e të kuqes, të paralajmërimit. Lumë ata që kanë një rrugë panjollë që ecin me ligjin e atit, nuk e anullojnë, se po anullove jenë plot me njolla. Është më se e logjikshme që ti duhet të kuptosh disa koncepte. Që atë ligjin e mirë që po ta thot poshtë, ja ku kene vargu 8 këtuja që po ta thoshte doktrinë e shëndoshë. Me doktrinë e shëndoshë që ky ligj, që është i mirë, nuk është i keq, nuk është brengë, nuk janë teratolik si që na kanë thënë, dhe ai mas andaj bie në kundërshtim me çdo gjë që bie në kundërshtim me çdo gjë tjetër që është në kundërshtim me doktrinën e shëndoshë, me doktrinën e shëndoshë. Sepse ligji i mirë është doktrina e shëndoshë. Doktrina e shëndoshë të bën panjolla, atë mejta. Ngulmon, vlla motër, ngulmon me të mirën tënde të mundshme. Ngulmon duke shikuar urdhrimet dale, sepse është çdo gjë është kur thotë për urdhrimet, për festat, janë për nder për atin. Është për nder për te. Nuk është për nder të njeriu. Po futen nderin e njeriut, ta ndjekun këte, do shkoj atë, po ai ka këte, pasandaj si ç'dëgjonja, po vjen biri i Billy Graham, po vjen atje dhe duhet të shkojmë në njerëz që ecin në paudhësi, sepse kanë fuqizuar media sociale, masandaj gjëra të tilla. Ç'lidhje ke ti me njerëz që nuk do t'ia dinë, as nuk do t'ia dinë për sabatin, as për festat e atit. Nuk duan t'ia dinë për ligjin që ata persona gjëra e parë që të thonë, ligji i Zotit është hequr. Po dali sepse ai ai predikovi, ai shkoi këtu në përbotë të bëj tëra ato gjëra. Ati çfarë tha? Mesia çfarë tha në Mateu 7? Keni bën shumë shenja dhe mrekulli. Por unë nuk e kam njohur, sepse njeriu krijon strukturën e tij të njohjes personale, çfarë unë duhet të bëj. Por Mesia thotë ti me mua nuk ishte një marrëdhënie, sepse marrëdhënia e vërtetë qëndron me atin në urdhrimet e tija, dhe nëse do atin tim dhe zbaton urdhrimet e mia dhe unë të dua, tha Mesia. Zbato tha urdhrimet, fjalën e atit, tha, nuk e tha në Luka 8:20? Kush është nënë babë, tha vlla motër, tha kush ishte? Ai që dëgjon fjalën dhe e zbaton. Kjo fjalë ishte në Luka 8 që nuk është ringjallur akoma. Kishte atë ligjin e përsosur si kryeprift që ai po e mësonte. Janë disa aspekte që unë lutem atit ti marrë sa më përpara. Doktrina e shëndoshë. Ja ku kemi doktrinë e shëndoshë. Ne fjalë të urta 4. Tregoni kujdes, të mësoni të gjykoni. Gjykojmë, ndajmë çështjet. Ai shkrimi, shpata, me dyteja çfarë bën? Gjykon mendimet, ndan apo jo? Nyjen e kockë ndan mendimet dhe zemrën e njeriu. Sepse po ju jap një doktrinë të mirë. Mos e braktisni ligjin tim. Ndërkohë, ati thotë, mos e braktisni ligjin tim, jo, po s'ka gjë, neve nuk na duhet me. Por është doktrina e shëndoshës, doktrina e mirë, sepse ligji është i mirë. E tham pak më përpara, ligji është i mirë. Por po të shikosh Romakëve 3:12, jo ai që dëgjon ligjin është i drejtë, po ai që zbaton dhe do të shfaqsohet në atë ditën e fundit. E ka fjalën për shfaqsimin përfundimtar, lavdi emrit të tij. E ka fjalën për Zbulesë 22:14, që luma ai që mban urdhrimet e atit. Dhe masandaj do ketë drejtën për të ngrenë nga pema e jetës për të hyrë në portat e qytetit. Prandaj thot pak më përpara në njëjtin kapill në Zbulesa 28 thot, ai që ecën në paudhësi, thot, le të ecë në paudhësi, thot. Ai që është i drejtë, le të vazhdojë të jetë i drejtë. Ai që është i veçuar, thotë, le të qëndrojë akoma më i veçuar për të gëzuar kurorën e jetës. Lavdi emrit të tij. Zemra jote, okay. Zemra jote, le të kujtoj fjalët e mia, thot ati. Ruaj urdhrimet e mia. Dhe çfarë do të jetosh?
shikon ligjin e përtrirë 10, shikon ligjin e përtrirë 6 dhe kudo, Galatasve 3:12, njeriu do të rojë, do të jetojë nëpërmjet tyre. Dhe masandaj, çfarë? Vitet e jetës shumohen. Me urdhrimet në atë ligjin që sapo pam pak më përpara. Por pastori tent nesër do mblidhet në ditën e diellit dhe do filloj masandaj të sjellë çdo mbështetje demonike, që do t'i them fjalët siç janë, për të për ta mbështetur atë kalan e Papa Grigorit të 13 dhe me çdo strukturë që bën këshillat e Laodicejsë, Nicejsë dhe Luteri dhe me të tjerë. Do t'i mbështesi me filozofinë, me mendjen e tij mishore. Ndërkohë ati thotë, ki kujdes, thotë, mësimeve, ligjit tim, thotë, ruaj si bebi asyre tent. Na thot neve, motër, vlla, lutem atit, ta kuptojmë sa më përpara. Kështu do gëzosh shërimin tent, të zemrës, pastrimin që ke nevojë. Biri im, hiqe, apo tha, tregoj kujdes. Trego kujdes ta për fjalët e mia, sepse janë jetë, thotë. Mos largohen kurrë nga sytë e tu. Pai, si tha? Okej, ja shikojmë se ndoshta disa prej nesh e marrin masandaj në atë mënyrë. Okej, ja ta shikojmë. Ja ta shikojmë fjalët e urta 7. Më fal. Fjalët e urta 7. 7:2. Okej. Po, do ta gjejmë dhe atë, por me qëra fjala. Ja edhim diçka ndërkohë, sepse kemi prapa të fjalët, fjala jetës. Ja, kur kemi në ekran. Proverba 7:2, më fali. Okej, lavdim e tia. Ja, ta shikojmë këtë aspektin tjetër këte. Okej. Fjalë të urta. Se do vazhdojmë në takimi, vëlla motër, por thjesht dua që të vëmë ca baza, sepse më lutem atë disa për neshta ti shumëzojmë me zero çdo gjë, tradita pagane, mësime të rreme që ke marrë, siç i bëmë neve vite më përpara për të gëzuar jetën e përjetshme. Çfarë shikon? Psalmin 119 e pam pak më përpara, që në fillim fillonte konteksti, ja ku e ke. Për ligjin e atit, ligjin e Zotit, që të ecim pa njolla. Që në fillim, kupton që ky kapitull, ky fillon me një kontekst që po flet për dishiplizimin, që ne të ecim pa mëkat, të ecim pa njolla, do mëkatosh her pas here, por puna është kur njëri e heq fare atë kushtetutën e atit, atë kufintë, rrugën e ngushtë, ç'a ndodh? Është rruga e gjerë dhe shumë e gjen atë. Ndërkohë rruga është e ngushtë që pak e gjen atë, tha Mesia. Okej. Si mund ta bëjë një njeri i ri, i vjetër, i mesëm, si mund ta bëjë rrugën e tij të pastër? Duke ruajtur me fjalën tënde, duke ruajtur me ligjin tënd, duke ecur me ligjin tënd. Ndërkohë sot themin, jo, nuk na duhet me kjo rrugë, folëm pak, do flasim ndoshta një çik më tepër, po rruga që do mësojmë fëmijëve, rruga e dishiplizimit, janë urdhrimet e atit, tregojmë dashurinë e vërtetë, të sinqertë. Ruaj urdhrimet e mia dhe ke për të jetuar, për të jetuar ku ishte, dhe kështu masandaj do të shtohen vitet të jetës sate, do shumëzohen, tha, duke mbajtur urdhrimet, ligjin e atit. Okej. Ruaj urdhrimet e mia, thot ati, dhe ke për të jetuar. Ruaj ligjin tim,
si bebja e syve të tu, ruaj apo hiqe, kë do dëgjosh shkrimin apo do dëgjosh personat? Do dëgjosh atin? Mos u largoshin kurrë nga sytë e tu ligjit tim. Të njëjtën gjë e tha pak më përpara, në këtë rast ta ruaj si bebja e syve të tu. Dim që bebja është pjesë e syrit apo jo. Mos u largoshin kurrë nga sytë e tu, do thotë që mbaje përpara, lexoji, medito tek ligji i tij ditë e natë, kështu do jesh i frutshëm, nuk do të mungoj asnjë gjë. Kërkon atë besimin prej nesh, lavdjeme të tia, por sot neve nuk i besojmë shkrimit dhe masandaj ecim me gjërat tona. Ja unë do bëj këtë, ja unë do dal këtu, do bëj këtë mësimin e shkurtër, do shkoj atje, do hap këtu ndërtesën, i vura emrat. Mëkati është kelja e ligjit para se ti vesh emrat. Asaj ndërtese. Mësonje çfarë është ligji që ata të tjerët mos më kratojnë. Kështu ata do kenë jetë dhe do marrin shërim për trupin e tyre sepse ti do t'i mësosh të ligjin e përsosur. Dhe ata kështu do të jetojnë tani dhe në jetën e përjetshme. Kur thotë në letra e Gjonit thotë, në para Gjonit 5, që mban ligjin, mban urdhrimet e Atit dhe kështu i ligu nuk të prek. Mban urdhrimet e Atit dhe kështu lutja dëgjohet. Fjalë të urta 28. Ai që kthejnë veshin gjetiu për të mos dëgjuar ligjin e Atit. Dhe vetë lutja e tij është një gjë e neveritshme, sepse është në mëkat. E kthevi veshin gjetiu, e hoqi fare siç bëjnë sot teologji të zvendësuese apo denominacione të njerëzit. Masandaj shkon në një vend që nuk është i mirë. Ndërkohë Ati thotë që të ecësh pa njolla, në mënyrë të pastër, ruaj ligjin tim, fjalën time, si bebja e syve tu dhe kështu ke për të jetuar. Apo këto vargje nuk janë me masandaj. Ato ko janë që nuk dëgjohet me shkrimi. Doktrina e shëndoshë që është karakteri i Atit.